Ai kontrollon çdo lëvizje tonën. Janë 14 miliard qeliza të lidhura me njërijet me një kompleksitet pothuaj të pakufishëm, i cili na bën të mundur të mësojmë që nga çasti që lindim. Këto vallëzime paqësore janë pjesë e organit më të ngarkuar të trupit të njeriut, i cili na ofron vazhdimisht mbretësi dhe krijimtari. Sot në atlasin e trupit do të thellohemi në sekretet e trurit njerëzor. Unë mendoj, prandaj edhe ekzistoj. Ky është thelbi i mendimit njerëzor dhe i vetdijes son. Truri njeriut është simboli i evolucionit, i vetmi objekt që është i vetëdijshëm për ekzistencën e tij. Ai është gjithashtu qendra e një operacioni të ndërlikuar për grumbullimin e informacionit. Ai përmbledh dritaren e hapur të syve, shqisat për të kapur tingujt dhe aromat që na rrethojnë, organet e prekjes që fillojnë që nga buzët e ndjeshme dhe shtrihen në çdo centimetër të lëkurës sonë. Ato na bëjnë të ditur kur fryn erë ngrohtë ose e ftohtë, rënien e dëborës dhe shiut, prekjen e të tjerëve ose dhimbjet e ndryshme. Këto sinjale janë të rrënjosura në autostradën e informacionit të trupit tonë, në palcën e kurrizit. Kjo tuf nervash delikate është e mbrojtur nga një palcmore e fuqishme, shtylla kurrizore. Ajo shkon deri lart në helmetën kockore të Kafkës, e cila ka brenda saj një organ të vogël, i cili mban brenda vetes të gjithë informacionin mbi botën që na rrethon. Briani dhe shokët e tij të klasës e marrin si të mirëqen këtë xhevahir të çmuar. Ndryshe nga organet e tjera të trupit, ne nuk e kemi të lehtë të ndjejmë ose të ndjekim aktivitetin e pandërprerë të trurit. Por ai është në fakt çelësi i suksesit njerëzor. Ne kemi dominuar botën jo me forcë ose me shpejtësi, por me anë të zhvillimit të këtij organi kaq të veçantë. Ne mund të mendojmë në simbole abstrakte, siç janë gjuhët, matematika dhe të kalojmë njohuritë tona brez pas brezi. Fuqia e trurit nuk është e dukshme në shikim të parë. Me një sipërfaqe të ngjashme me atë të një kokë reale të stërmadhe, ai peshon 1.4 kg dhe përbëhet nga një material i butë dhe i ujshëm. Sekreti i trurit gjendet në miliardat e qelizave të tij nervore mikroskopike. Kur ne mendojmë, sinjale fare të vogla elektrike transmetohen ndërmjet këtyre qelizave. Ky transmetim është i ngjashëm me rrymat elektrike që qarkullojnë ndërmjet tranzistorëve të vegjël në bordin e një kompjuteri, kur ai bën një llogaritje. Por rrjeti i nervave të trurit është shumë më i ndërlikuar. 10 trilion lidhjet nervore të një truri e tejkalojnë me 100 herë numrin e yjeve në galaktikën rruga e qumshtit. Qelizat aktive nervore ka nevojë për një furnizim të bollshëm me energji. Ky rrjet është gjaku sjell tek ato oksigjen dhe sheqer, që janë edhe karburanti i trurit. Më shumë se gjysmë litri gjak qarkullon nëpër trurin ton çdo minutë. Edhe një furnizim i vazhdueshëm me gjak është thelbësor për funksionimin normal të trurit. Nervat vdesin me shpejtësi kur ndërpritet furnizimi me oksigjen. Vetëm pas pak sekondash, qelizat nervore pushojnë aktivitetin e tyre dhe njeriu humbet vetëdijen. Nëse kalojnë edhe disa minuta të tjera pa furnizim me oksigjen, truri pëson dëmtim të pariparueshëm. Truri i Brianit kërkon një furnizim me energji vetëm prej 10 vatësh,
që është një fraksion i energjisë për të cilën ka nevojë kompjuteri, ashtu si edhe makina, edhe qendra e tij nervore është e lidhur me një rrjet më të gjerë. Energjia elektrike dërgon vazhdimisht sinjale përgjatë palcës kurrizore, nga truri dhe drejt trurit. Por nëse i shohim nga afër, qelizat nervore ndryshojnë shumë nga telat elektrik. Sinjalet këtu duhet të kapërcejnë shumë boshllëqe, duke krijuar edhe mira rrugkalime alternative. Qelizat e gjalla nervore mund të lidhen me fqinjet e tyre duke krijuar shtigje të reja, ndryshe nga rruga e programuar e rrymave elektrike në një kompjuter. Sistemi nervor është një nga pjesët e para që merr formë në trupin tonë. Vetëm 3 javë pas fertilizimit të vezës tek femra, disa nga këto qeliza zhvillohen në një masë të dallueshme, nga e cila formohet truri dhe palca kurrizore. Gjatë 2 muajve në vazhdim, sistemi nervor zhvillohet me një shpejtësi maramendëse. Gjatë kësaj kohe, truri prodhon një çerek milioni qelizash nervore çdo minutë. Këto qeliza lëvizin në pjesët e ndryshme të trupit deri në destinacionin final. Këtu, një qelizë sapo mbritur po shtrin sensorët e saj për t'u lidhur me qelizat fqinje. Gjatë 4 muajve të parë në barkun e nënës, truri i fëmijës prodhon të gjitha qelizat nervore që do të përdor gjatë jetës së tij. Në të njëjtën kohë, fillojnë të formohen kockat, që këtu janë të theksuara me ngjyrë të kuqe. Ato mbrojnë rrjetin delikat të nervave. Maja e Kafkës përbëhet nga 8 kocka të veçanta, që i mundësojnë trurit të rritet brenda tyre. 5 muaj para lindjes, 14 miliard qeliza nervore kanë zënë vendin e tyre në tru. Megjithatë, edhe në çastin e lindjes, disa lidhje jetike ndërmjet këtyre qelizave nuk janë bërë ende. Krahasuar me atë të kafshëve, truri i porsalindur i njeriut bën një rrugë të gjatë derisa të arrijë në potencialin e tij të plotë. Lidhjet e brendshme të trurit marrin formë nga përvoja, të cilën prindrit dhe mësuesit na e transmetojnë si rezultat i akumulimit të mira vjetëve njohuri të njerëzimit. Rrjeti në ekspansion i lidhjeve mes qelizave të trurit rritet me shpejtësi me shtimin e sinjaleve që vijnë nga syt, veshët, duart dhe këmbët, dhe truri fillon të koordinojë veprimet e trupit të ri. Duke përsëritur veprimet e suksesshme, një fëmijë mëson të koordinojë ndër veprimin mes syve dhe duarve, të ekuilibrojë lëvizjet mbi 2 këmbë dhe fillon të provojë edhe diçka më të vështirë, hapat e para të folurit. Në moshën 2 vjeçare, disa fëmijë arrin të flasin deri në 2000 fjalë. Ndërkohë që mësojmë, ne ndryshojmë edhe strukturën e trurit. Të gjitha pjesët e trurit janë të lidhura nga tufat e fibrave nervore, të cilat përshkojnë të gjithë pjesën e brendshme të tij si linja telefonike. Sa herë që ne përsërisim një veprim ose fjalë, lidhja e trurit që kemi përdorur për këtë veprim përforcohet dhe kur arrim të mësojmë një profesion të ri, ne praktikisht kemi vendosur lidhje të reja në trurin tonë. Këto lidhje i bëjnë njerëzit elastik për sa i përket gjërave që mësojnë. Dhe kjo është një nga arsyet e suksesit tonë si specie. Rilidhjet e qelizave nervore zhvillohen brenda pjesës ballore të trurit. Kjo është pjesa e trurit me të cilën ne mendojmë. Kjo pjesë e trurit tek njeriu ka arritur maksimumin e kompleksitetit pas miliarda vjetësh evolucion. Truri i stërgjyshërve tanë më të hershëm, peshqve, ka vetëm një rajon fare të vogël ballor, që duket në anën e majtë. Kupola kryesore përpunon shikimin, që është shqisa kryesore e peshkut. Pjesa ballore e trurit u rrit me shpejtësi kur stërgjyshërit tanë u kthyen në amfib. Në kohën kur u zhvilluan zvaranikët, kjo ishte pjesa më e madhe e trurit. Tek zogjt, pjesa ballore e trurit u zmadhua edhe më shumë. Një zog është më inteligjent se sa një zvaranik. Tek gjitarët e parë, rritja e pjesës ballore të trurit dhe bashkë me të e inteligjencës
vazhdoi derisa arriti kulmin tek njeriu, ku sipërfaqja e rrudhosur e pjesës ballore të trurit zë pothuajse të gjithë hapësirën e mundshme në këtë pjesë të Kafkës. Por disi më poshtë dhe të fshehur brenda trurit ton, ne kemi ende trurin e dikurshëm të peshkut, i cili vazhdon të kryej funksionet e tij të lashta. Rajonet e poshtme të trurit kanë detyrën e rregullimit të ritmit të rrahjeve të zemrës dhe të frymëmarrjes nëpërmjet funksioneve të mushkrive. Trupi, i cili ka formën e lulelakrës, mban trupin ton në ekuilibër. Truri i vogël i njeriut është më kompleksi në të gjithë mbretërinë e kafshëve, ndoshta edhe për faktin se është më e vështirë që të mbash ekuilibrin me 2 këmbë sesa me 4. Kjo pjesë e hershme e trurit ka një bukuri primitive, krejtësisht të veçantë. Pa trurin e vogël, ne do të duhej të përqendroheshim gjatë për çdo hap që do të hidhnim. Që nga baza e tij primitive poshtë e deri lart, truri i njeriut ka disa shtresa të mbivendosura, me lidhje që bëhen gjithnjë më të ndërlikuara. Në këto shtresa shihet çdo gjë që na bën individual, emocionet, kujtimet, dëshirat dhe mendimet. Truri i njeriut ka arritur madhësinë që ka sot vetëm 5 milion vjet pasi specia njerëzore u shkëput nga shimpanzea. Historia e evolucionit të trurit dele qartë nëpërmjet ndryshimeve që ne kemi pësuar në Kafkë. Një shimpanze i kohës son ka një Kafkë shumë pak më të vogël se sa ajo e stërgjyshërve tanë të mundshëm. Australopitekët afrikan, që kanë jetuar 3 milion vjet më parë, 2 milion vjet më parë, u shfaq një tjetër humanoid i hershëm me tru të madh. Këta ishin njerëzit që krijuan edhe veglat e para. Kjo Kafkë njerëzore, gjysmë milion vjeçare, ka pasur brenda një tru 2 herë më të madh se sa ai i Australopithekut të hershëm. Homo erectusi ka meritën e shpikjes së artit të përdorimit të zjarrit. Truri njerëzor arriti në madhësinë aktuale 130.000 vjet më parë, por u deshën edhe 100.000 vjet të tjera për të arritur kapacitetin mendor të ngjashëm me atë që kemi sot. Një fëmijë që ka jetuar 35.000 vjet më parë mund të mësonte lehtësisht të gjitha veprimet që do t'i nevojiteshin për të mbijetuar në shoqërinë e sotme. Karakteristikat njerëzore që u zhvilluan më vonë, gjuha e artikuluar dhe interesi për të mësuar janë themelet e shoqërisë së sotme. Numri i qelizave nervore në tru është shumë fishuar në mënyrë marramendëse gjatë pak miliona vjetëve të fundit. Truri ynë ka qenë në rrezik të tejrritjes brenda Kafkës, por ai u shpëtua nga një ndryshim tepër inteligjent gjeometrik. Qelizat që ne përdorim për të menduar gjenden në sipërfaqe të trurit ton, në një shtresë prej 3 milimetrash që quhet korja e trurit, dhe sipërfaqja e madhe e saj u zvoglua me një mënyrë të thjeshtë, duke u rrudhosur. Si të ishte një fletë letre, korja e trurit u rrudhos duke krijuar një sipërfaqe të mbushur me kanalizime. Nëse do ta shtronim korën në një sipërfaqe të sheshtë, ajo do të arrinte madhësinë e një astëku. Me anë të këtyre palosjeve të ndërlikuara, ne arritëm që të tejkalonim fuqinë e mendimit edhe të kafshës, me trurin më të madh në botë. Qelizat nervore të korës së trurit bëjnë çdo gjë që është unike për njeriu. Aty merren vendimet, shprehen opinionet, si dhe interpretohet dhe kuptohet ajo që shohim dhe dëgjojmë. Korja e rrudhur formon 2 hemisfera të dallueshme, secila e mbushur me tufa nervash. Këto 2 gjysmësfera kanë mënyra të ndryshme të interpretimit të botës. Hemisfera e majtë mendon me fjalë, ndërsa e djathta mendon me pamje dhe ndjenja. Nervat e shkëmbejnë informacionin nëpërmjet një tufe të dëndur fibrash në bazë të trurit. Çdo pikë e hemisferës së djathtë është e lidhur me pikën identike që ndodhet në të njëjtin vend në hemisferën e majtë.
Nëse fjala ujë shfaqet në hemisferën e majt, pikërisht në të njëjtin vend, por në hemisferën e djathtë shfaqen pamjet e ujit. Për të shmangur konfliktet brenda trurit, njëra hemisfer, pothuajse gjithnjë e majta, merr vendimet përfundimtare. Kur është puna për të kontrolluar muskujt, secila hemisfer është përgjegjëse për anën e saj të trupit, që nga këmbët dhe duart e deri tek syt. Por lista e komandave edhe ndërthuret në disa raste. Ana e majtë e trupit është e lidhur me hemisferën e djathtë të trurit, ndërsa ndijimet nga ana e djathtë e trupit përfundojnë në përpunimin e hemisferës së majtë. Rajonet më të ndjeshme komandojnë një numër të pabarabartë qelizash nervore në qendrën ndijimore të trurit, të quajtur korja ndijore. Kjo figurë e çuditshme tregon se si e percepton truri trupin tuaj. Pjesët më të ndjeshme shfaqen të mëdha në perceptimin e pamjes së trupit nga ana e trurit. Buzët shfaqen gjigande, sepse ato janë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe ideale për të shprehur ndjenjat tona. Fëmijët instiktivisht i përdorin buzët për të eksploruar botën që i rrethon. Topi stimulon nervat në buzët e tij, duke dërguar sinjale në këtë pjesë specifike të trurit. Pjesa e korres ndijore reagon kur prekim diçka me gishtin tregues të djathtë. Dora është e mbushur me mbaresa nervore, prandaj truri e percepton si shumë më të madhe se sa madhësia konkrete e saj. Gishti i madh është më i madh ndër gishtat e dorës. Me anë të prekjes, ai mund të dallojë edhe hollësirat më të vogla. E gjithë shpina e njeriut stimulon më pak qeliza nervore në korren ndijore se sa pëllëmba e dorës. Një figurë e dytë tregon se sa pjesë e trurit i kushtohet kontrollit të trupit ton. Pjesët e tij më të mëdha kanë shumë qeliza nervore të lidhura me disa muskuj të pozicionuar me saktësi të madhe. Dy figurat e deformuara kanë shumë gjëra të përbashkëta. Pjesët e trupit të ndjeshme ndaj prekjes në përgjithësi kanë nevojë për kontroll më të madh. Që nga lindja, nervat tona kapin ndijime të ndryshme, por duhet kohë dhe durim për të kontrolluar me saktësi muskujt tanë. Nga të parët që arrim të kontrollojmë janë muskujt e fytyrës. Një fëmijë mund të shprehë emocionet me një buzëqeshje ose me një vrënjtje të fytyrës që në moshë fare të vogël. Shprehjet tona të fytyrës bëhen gjithnjë më të sofistikuara dhe domethënëse me arritjen e nivelit të pjekurisë së muskujve dhe e sistemit nervor. Buzët shprehëse kanë nevojë për një kontroll të përsosur për të përcjellë sa më mirë emocionet e brendshme. Në perceptimin e trurit, ato kanë përmasa gjigande. Duart janë të mbushura me muskujt e përpikrisë. Pjesa më e madhe e trurit, që i kushtohet duarve, ka qenë jetike për evolucionin ton që nga stërgjyshërit tanë të ngapët dhe ka quar në disa nga arritjet tona më të mëdha kulturore. Për të kontrolluar muskujt, ne mbështetemi në gatishmërinë e organeve tona shqisore. Secili prej tyre është i lidhur me rajonin e tij të veçantë në korrin e trurit. Syt dërgojnë sinjale në pjesën e pasme të trurit përgjatë nervave që shkojnë në këtë drejtim. Bota që shohim është tepër larg syve tanë. Kur shohim diçka, sinjalet elektrike shpejtojnë nëpër këto tufa nervore me ngjyrë të zbehtë. Ato dërgojnë mesazhe të koduara nëpërmjet hemisferave të mëdha të trurit deri në pjesën e pasme të korres. Ky skanim tregon aktivitet elektrik në pjesën e trurit ku kapen mesazhet. Veshi na mban në kontakt me çdo tingull ose mesazh që na vjen nga njerëzit e tjerë dhe mjedisi përreth. Tingujt amplifikohen dhe kapen nga një mikrofon natyral. Sinjalet e tij analizohen në mënyrën më të hollësishme në rajonin e trurit që ndodhet pas veshit.
nuhatja dërgohet nëpërmjet disa molekulave të padukshme në pjesën e pasme të hundës. Ato nxisin nervat, të cilat japin menjëherë sinjal në thellësi të trurit, në rajonin ku përpunohen emocionet. Për këtë arsye, shpesh aromat mund të rizgjojnë ndjenja dhe kujtime të vjetra. Këtu nuhatja e një parfumi shkakton reagimin e disa pjesëve të trurit. Rajoni pamor në pjesën e poshtme të djathtë, por I kthe në kujtesë një pamje të lidhur me ata aromë. Shtigjet e pavetëdijshme që lidhin shqisat tona janë ende të pa eksploruara krejtësisht, dhe ne nuk kuptojmë se si lidhet korja e trurit me reagimet tona ndaj ndijimeve të ndryshme të organeve të shqisave për të krijuar një pamje të botës rreth nesh. Shumica e gjërave që bëjmë aktivizojnë pothuajse të gjitha pjesët e trurit, madje edhe një gjë fare e thjeshtë, siç është përgjigjja ndaj një pyetjeje. Ne duhet të dëgjojmë fjalët, t'i kuptojmë ato, t'i rendisim në kujtesën tonë dhe pastaj të japim përgjigjen. Gjua përforcon disa rrugë të veçanta që përshkojnë trurin tonë dhe I ka dhënë formë dhe mënyrës me të cilën mendojmë. Kjo zonë organizon mendimet tona sipas rregullave gramatikore. Ajo dërgon sinjale në rajonin I cili koordinon frymëmarrjen tonë, kordat zanore, gjuhën dhe buzët, dhe na bën të mundur të flasim. Conmigo. Muy bien, perfecto. Now we're on a conjugation round. Gjua na ndihmon të mësojmë fakte të reja dhe ide të reja, por ne nuk jemi në gjendje të kujtojmë çdo gjë që kemi mësuar në shkollë të mesme. Truri punon në mënyrë përzgjedhëse, duke zgjedhur atë që konsideron më të rëndësishme, dhe ai e depoziton informacionin në dy faza. E para është kujtesa afatshkurtër. Kur dëgjojmë një fjalë të re, mund ta kujtojmë edhe për disa sekonda, por pastaj ajo do të harrohet, vetëm në rast se është depozituar në kujtesën afatgjatë. Traducire. All has to be right for the point. Who shall I choose? Desesperados? Corey. Traduzco, traduces. Për të ruajtur në kujtesë ato që mësohen, truri duhet të ndërtojë lidhje të reja të përhershme ndërmjet nervave. Es un verbo muy difícil, Mira, muy bien. Struktura aktuale e trurit ndryshon herë ne vendosim një fakt të ri në kujtesën tonë afatgjatë. Dihet që vazhdimisht truri vendos lidhje të reja, por mbetet mister mënyra se si ne I rikthejmë këto kujtime të vjetra sipas dëshirës. Me anë të përsëritjes së njëpasnjëshme, kujtimet rrënjosen më thellë në trurin tonë. Truri mund të përforcojë kujtesën edhe duke përsëritur me mend fjalë ose fakte, dhe çuditërisht, kjo teknik funksionon edhe për aftësitë fizike. Truri është organi më I mrekullueshëm dhe më misterioz I njeriut. Shkencëtarët kanë ende shumë gjëra për të mësuar mbi funksionin e rrudhave të tij dhe mbi mënyrën se si masa e qelizave nervore krijon inteligjencë, vetdije dhe përgjegjshmëri. Një kompjuter që mund të mendojë dhe jo më të jetë I vetëdijshëm për ekzistencën e tij, është ende diçka e largët, dhe tani për tani I përket vetëm letërsisë fantastiko-shkencore. Dhe megjithatë, secili prej nesh ka një kompjuter më të fuqishëm se sa çdo instrument kozmik I teknologjisë ultramoderne. Truri ynë ka pasur gjenialitetin të na çojë në skajet më të largëta të planetit tonë dhe përtej tij. Kapaciteti I tij nuk njeh kufi. Me trurin ton kaq inteligjent, ne jemi në gjendje të shohim përtej botës sonë dhe t'i drejtohemi pafundësisë.